Një vatër zjarri është shënuar mesditën e kësaj të diele në hyrje të qytetit të Vlorës, pranë paraburgimit. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me shkure dhe bimësi të ulët, shumë pranë rrugës kryesore që lidh autostradën me zonën e Transbakanikës. Zjarri është përhapur me shpejtësi në një zonë me bimësi të thatë, ndërsa tymi i dendur është ngritur në ajër duke u bërë dukshëm edhe nga distanca. Situata ka krijuar shqetësim jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për drejtuesit e mjeteve që kanë kaluar në këtë aks rrugor të rëndësishëm. Në afërsitë të zonës ku shpërtheu zjarri, ndodhen edhe disa banesa, çka ka shtuar frikën e banorëve për prapjen e mundshme të flakëve drejt zonave të banuara. Megjithatë, gjatë vëzhgimit të bërë nga televizioni 6+1 Vlora, në momentet e para të ngjarjes, në vend ngjarje, nuk është konstatuar asnjë mjet zjarfikës për të ndërhyrë në shuarjen e flakëve. Tymi i dendur ka krijuar vështirësi të dukshme për qarkullimin e automjeteve në rrugën lidhëse mes autostradës dhe Transbakanikës. Drejtuesit e mjeteve janë detyruar të ulin shpejtësinë dhe të tregojnë kujdes të shtuar, pasi në disa momente dukshmëria në rrugë është reduktuar ndjeshëm. Banorët e zonës janë shprehur të shqetësuar për situatën, duke theksuar se zjarre të tilla në sipërfaqe me shkure ndodhin her pas here, veçanërisht në periudha me moto thatë. Ata kërkojnë reagim më të shpejt nga struktura përgjegjëse për të shmangur rrezikun që flakët të prapen drejt banesave apo zonave të tjera më të ndjeshme. Deri në këto momente nuk dihet ende se kush e ka shkaktuar zjarrin dhe cili mund të ketë qenë qëllimi i ndezjes së tij. Autoritetet bëjnë të verifikojnë rrethanat e ngjarjes për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për zjarr të qëllimshëm apo për një rast të shkaktuar nga pakujdesia. Flakët janë përhapur në një sipërfaqe të konsiderueshme me shkure, ndërsa situata ka mbetur për disa kohë shqetësuese për banorët dhe qarkullimin në këtë zonë të hyrjes së qytetit të Vlorës.